nuk dalun nga ajo protesta, sepse besoj se i shërben sistemit. Kur kanalizohet urrejtja dhe pakënaqësia ndaj pushtetit në protest dhe jo në vota për të mbështet figura opozitare, aty i shërben sistemit. Do ja jap votën atij agrën shehajt kur të vije data, edhe kaq. Nuk shkatroj dot unë paqen time edhe punën time, por me dalë nga ajo protesta mu bo mish për top për policin që dalin aty për i rrog me rafrop. No. Po t'ishte me prodhu diçka, do i kishte prodhu deri tani. S'ka, tani është zgjedhje, aty bëhet gjëja. Kështu. Jo dal aty shaj qif sharop, hell vez, edhe qaj, edhe prodhoj politika ashtu, s'prodhohet politika ashtu. As ndryshim. Nëse duam ndryshim, thamë unë, jo nëse dilet për duam të hajmë, të pim dhe të qim. Unë kam edhe të haj edhe të pi edhe të qim. Ajo që kërkoj unë është ndryshim. Infrastrukturë, rrugë të mira, të bukura për Shqipërinë, vene pune pse jo, transparencë, respekt, dinitet për njerëzit, për ulësi nga politika, procese zgjedhore të lira. Këtë kërkoj unë. Nuk kërkoj, nuk jam, jo s'kam buk me hongër, unë kam buk me hongër, po s'pata buk me hongër, nuk dal mi kërku shtetit unë. Po s'pata buk me hongër strajcën, në Greqi, në Itali, në Gjermani, në Angli, ku tjetë, do rrit lutën për buk tyne unë.